5 persona kanë rënë në pranga pasi kanë marrë peng një 68 vjeçar në një zonë periferike në Tiranë. Në kuadër të operacionit të koduar imediat, në pranga kanë rënë Sulejman Sina, Clinton Sina, Idajet Mashollari, Bajram Ibraliu dhe Nikoleta Begolli. Ata kërcënuan bashkëshorten e tij që t'i merrnin 2 milion lekë të reja. Sipas policisë, ishin vëllezërit Sina dhe Masholli ata të cilët morën me forcë në makinë 68 vjeçarin nga rruga George Bush, për të çuar më pas në një banesë të braktisur në fshatin Kakunj. Më pas kanë telefonuar bashkëshorten e tij për ta kërcënuar me jetë për burrin e saj në rast se nuk sillte 2 milion lekë. Parat u dorëzuan Ibraliut në zonën e Saukut. Pas arrestimit të autorëve në automjetin e Begollit me të cilin lëviznin ata, u gjetën dhe sekuestruan 1.746.000 lekë, të dyshuar se kanë mbetur nga paratë dhëna nga bashkëshortja e 68 vjeçarit. Ndërkohë, për hetimet të mëtejshme materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Tiranës.